Në kuadër të festës së 1 qershori, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, në institucionin e vuajtjes së dënimit për gratë në Pojsk, u organizua një aktivitet i veçantë argëtues për nënat dhe fëmijët e tyre, me qëllim krijimin e një atmosfere sa më të ngrohtë e festive. Gjatë aktivitetit, fëmijët patën mundësinë të kalonin momente të bukura pranë nënave të tyre përmes lojrave, këngëve e aktiviteteve të ndryshme argëtuese, duke sjellë buzëqeshje dhe emocione pozitive për të gjithë pjesëmarrësit. Drejtoresha e institucionit Fatbarda Hoxholli shpërndau dhurata për fëmijët, duke i uruar atyre gëzuar festën dhe një fëmijëri sa më të lumtur. Ajo theksoi rëndësinë e mbështetjes së fëmijëve dhe ruajtjes së lidhjeve familjare, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e nënave dhe voglushve. Kam zgjedhur sot 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, që të jem sot në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale në Pojsk, pikërisht se besoj fort se drejtësia duhet jetë e pranishme jo vetëm përmes ndëshkimit edhe dënimit, por edhe përmes rehabilitimit. Dhe të dëshmoja sot që për dashurinë më mësore, për familjen, nuk ka ndarje dhe nuk ka mure. Besoj që ishte gjëja më e mirë që mund t'i bëja vetes në rolin e ministrit, por edhe Ministrisë së Drejtësisë, për të kuptuar se si mundet ta fuqizojmë këtë rol, se si mundet të vazhdojmë dhe të kthejmë jetë të cilat nevojitet të rikthehen në jetën e përditshme me dinjitetin e restauruar dhe gjithashtu edhe me një rol të ri në familjet e tyre. Aktiviteti vijoi me një atmosferë festive me muzikë, këngë dhe momente argëtimi, duke bërë që kjo ditë të mbetet një kujtim i bukur për fëmijët dhe nënat e tyre. Organizimi i aktiviteteve të tilla synon të sjellë më shumë afërsi, shpresë dhe gëzim veçanërisht në ditë të rëndësishme si 1 qershori.